Jemi në muajin e tretë të vjeshtës 2012 në pragun e 100 vjetorit të pavarësisë kombëtare. Nisemi drejt asaj lugine që të çonte Guri Kamjes. E gjithë lugina rrethohet nga kodra të buta të mbuluara nga pyjet e dushkut, gështenjave, ahut dhe drufrutorëve të vreshtave të shumta. Në lindje duket mali thatë që sapo ka pritur borën e parë në këtë prag dimri. Në perëndim, lart në horizont, Guri Kamjes, i gjatë rreth 100 metra, i gjerë 80 metra dhe i lartë 70 metra, ndodhet në kuotën 1460 metra mbi nivelin e detit. Ky monument natyror, i vështruar nga Beragozhdi, i ngjan një vapori të madh që lundron mbi një det të gjelbër. Kjo kalan natyrore është krijuar miliona vjet më parë, pa lindur ende njeriu mbi tokë. Shekuj më vonë, kjo trevë u popullua nga njerëzit më të vjetër të mesdhllajut, pellazgët e pastyre, ilirët, arbrit e sot shqiptarët. Kush e di sa histori bart me vete ky mal, i vendosur mbi malet e tjera. 2 ngjarje kanë ardhur deri në ditët tona. E para është ajo e vitit 1446, kur kapetan të Mokshës së Gorës, të udhëhequr nga heroi kombëtar Skënderbeu, te kjo kala i bën prit turqëve dhe kthyen pas ushtrinë e sultanit që vinte nga Devolli për të ushtruar Krujën. Ngjarja e dytë është ajo e 28 korrikut të vitit 1912, ku një grup patriotësh gorar, midis të cilëve edhe 2 luftëtarë nga Beragozhdi, pjesëtar të çetës së Kajo Babienit, si Qazim Hamolli dhe Duman Dumani, aty në maj të Shkëmbit ngritën flamurin e Skënderbeut si simbol të asaj pavarësie që Ismail Qemali shpalli në Vlorë më 28 nëntor të pati viti. Ndodhemi në mes të luginës në fshatin Beragozhd, sot Dardas, që është objekti i këtij dokumentari. Në këtë muaj të fundit të vjeshtës, gjethet e dushkut, të ahut dhe disa druvre dekorative aty këtu kanë bërë të veta të gjitha ngjyrat e ylberit dhe na kanë dhuruar këtë pejzazh që po sjellem para jush. I gjithë fshati është vendosur në veri të luginës, mes një zone me kodra të buta e me toka pjellore të punuara për merak nga dora e buqive të vjetër e të rinj. Përballë fshatit shtrihet një plaj malore me lartësi mesatare e veshur me pyje ahu, dushku e livade malore. Fshati ka përkufi në veri Rmenjin, në perëndim Osnati, në jug Prenishti e Veçuni dhe në lindje Stropska. Ky vend banim i ka të gjitha shtëpitë të vendosura me pamje ballore nga lindja e jugu, që dielli të jetë i pranishëm gjatë gjithë vitit në të 4 stinë të saj. E lejmë për një çast fshatin në qetësinë e tij, në këtë prag dimri, për të shkuar disa shekuj më parë në histori. Këtu jemi në skajin më perëndimor të këtij vend banimi. Aty ku ruhen ende meteorinat e godinave të minierës së Qymirgurit, që sot nuk është funksionale. Në të dy anët e kësaj lugine arrjedhin burimet e 2 degëve që formojnë lumin e Beragozhdit. Në anën veriore burimi quhet Dardhisht, kurse dega tjetër Rapsomat.
Hapësira e gjelbër midis dy degëve quhet rreth i furrës. Nga thënet e Seladina Mollit, te ky vend vite më parë nga fshatarët është zbuluar një sasi e madhe qeramike, por e pasodjuar ende nga arkeologët. Këtij vend banimi të lashtë, banorët e thoshin qytezë. Materiali arkeologjik, pozicioni gjeografik, ujërat e bollshëm, pyjet e dushkut, ahut e kullotave malore, e tokat e buta vërtetojnë që ky vend duhet të qenë banuar shekuj më parë. Në shekuj 8-11, Iliria pushtohet nga slavët, të cilët kanë lënë gjurmët e veta edhe në Beragosht nëpërmjet toponimeve që kanë ardhur deri në ditët tona. Ato janë Beragosht, që në shqip do thot vjedhje, Velegov, i madh, Gozdovi, miqësi apo mikpritje, Topraza, livath ose ara me barë. Për vazhdimësinë e jetës në mesjetën e vonë, ne gjetëm një dokument marrë nga Arkivi i Stambollit. Ai i takon shekullit 16 ose më saktë viti 1583, ku midis të tjerave veçojmë këto të dhëna. Në atë periudhë fshati ka pasur 86 familje, prej të cilave 46 janë të besimit musliman dhe 38 të besimit ortodoks. Bëhet fjalë 120 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, kohë kur ka filluar konvertimi i familjeve të krishterë në muslimane, për arsye që tashmë dihen nga historia. Mbi lumin e fshatit punonin 2 mullinj, vetëm gjysmën e vitit, në muajt e verës, kur niveli ujit binte, fshatarët bluanin në vendet të tjera. Në një dokument tjetër të këtij arkivi, veçojmë listën e taksave që banorët i dorëzonin çdo vit administratës osmane, si spahiut i jepen 10 akçe për çdo të rritur që ishte beqar. Të martuarit dorëzojnë gjysmë ngarkesë drithe ose misër, të tjerë taksa paguan për grur, kullota, verë, mullinj e martesa. Taksat vjetore në total arrin në 3.000 akçe. Në për këtë dokument, arkivarët Stambollit flitet për një rrugë e cila fillonte nga manastiri, kalonte mbi Beragosht e poshtë gurit Kamjes, vazhdonte në Mokër, më pas në Berat e përfundonte në Vlorë për të dalë në Adriatik. Kjo rrugë ka shërbyer jo vetëm për tregti, por edhe për miqësi midis shqiptarëve brenda trojeve të tyre etnike. Për njërë nga këto miqësi, flet edhe një gojdhen e ardhur para 400 vjetësh deri në ditët tona. Kjo është e lidhur me 2 toponime si Grenda e Mitros e Kroj i Vashës. Historia fillon kështu. Karavani kuajve të ngarkuar në mall, i nisur nga manastiri për në Vlorë, një natë duhet të pushonte në Beragosht, tek Hani Mitros. Hani ishte ndërtuar me gur e i mbuluar me ploça. Brenda kishte një konak të madh me oxhak për mysafirët e pranë tij një ahur për kuajt. Thonë se Mitra kishte 2 djemë të martuar e një vajzë të bukur, pa mbushur ende 17 vjet, që ja kishin zili gjithë djemët e fshatit. Një ditë të bukur maji, karavani kuajve me 6 burra e një çunë të ri, rreth të 20-ave kishin bujtur tek Hani Mitros, për të shlodhur një natë nga rruga e gjatë. E zonja e shtëpisë, bashkë me vajzën e bukur, na shefin aty pranë, po bënin gati të darkër për mysafirët të ardhur nga manastiri. I zoti Hanit vendos sofrën e madhe në mes të konakut. E zonja e mbush me mish pastërma, turshi e rakitdare të zjerë 2 herë. Fillon muhabeti e zotit konakut ngredolli me djalin e madh për miq të sipas zakonit të vendit. Erdhi koha për këngë. Mitrua kishte këngë të zemrës, o moj naze ballkaleshe, burrën e parë pse se deshe. Burrat e manastirit mbanin një iso të shtruar që fillonte aty pranë sofrës, si e honte me grurin e kamjes e mbaronte ande nga ishtet e lenijes. I zoti shtëpisë kërkon një këngë t'ja marrën miqtë. Miqtë të nderuar ja lënë në radhën djaloshit, i cili pa menduar gjatë ja thotë: "Çuni se me natë, vajte tek burimi, lave sytë e zezë moj me ujë trëndafili." Vajza e Hanxhiut, kur dëgjoi zërin e djaloshit, del me vrap nga shefi, shkon te dritarja gjysmë hapur me qepenat e drurit për të parë djaloshin e bukur me flokët kaçorrela e lëkurë ngjyrë bronzi nga dielli pranverës. I rrau fort zemra e gjithë atë natë nuk vuri gjumë në sy. Në mëngjes, mysafirët takohen me Hanxhiun e nisën për rrugë drejt Vlorës. Thonë se pas 2 javësh, 6 burrat e djaloshi kthehen nga rruga e gjatë, e te Kroj i Vashës pan të binë e Mitros që pambushte ujë me buki. Aty djaloshi pa prerë të parë çupën e bukur të Beragoshtit, e i kërkoi të pinte ujë nga bukia e saj. Dora e ashpër e tij preku lëkurën e butë të vajzës, e u magjeps nga bukuria e saj. Djali u lut xhaxhait ta kërkonte te Hanxhiu për nuse.
thonë që Mitro ngdonte ta martonte çupën e vet me aq larg. Por kur mori vesh se manastiri ishte Shqipëri, u bint dhe vjesht në atë viti u bë dasmë e madhe. Edhe sot një fis nga Berago zgjeruan ende miqësinë me manastirin, ndose kanë kaluar 4 shekuj. Ndajemi nga këto kujtime të bukura në shekuj e vazhdojmë me toponimet e tjera. Ato janë kasollet e çobankave, që asnjëherë s'ja mësuam historitë e bukura që mund të kenë kaluar. Pas krojit të Vashës e kanë radhën këto vende të mbuluara me pyje, lugina, kullota, burime, elëndina si Topraza, Shulleri i Madh, Velegova, Vatrishta, Brinja e Rrahut, Gosdova, Lugos e Bregu, dhe mëtej duket në sfond Bregu i Shqipes. Plaja me barë që kemi përpara quhet Luadhi Staneve, sepse ato familje që kishin shumë bagti i veronin këtu. Aty ngrinin stanet e Bulmetit. Fshati ka pasur 300 shtëpi, e shumë bagti të imta, kryesisht dhen e më pak dhi. Stanet ngriheshin në verë në dardhisht Arabsamat. Të dëgjuar ishin stanet e Axhush Ismailit me rreth 300 kokë bagti. I Hamdia Mollit me 400 kokë, ai Sadikut dhe Sefes. Po kështu një numër të konsiderueshëm bagtish kishin Pelivan Veizi e Avdullah Muçka. Tradita e blurës së drithit në mollintë e ngritur buzlumit është 400 vjeçare. Deri vonë kanë qenë 3 mullinj që punonin për 6 muaj të vitit. Gjatë dimrit, mulliri i Muçllarëve apo mulliri i Tule Muçkës, më sipër ishte mulliri i Rifat Muçkës dhe në krye ai i Hamollëve apo i Dajit Hamollit. Sot kanë mbetur vetëm muret e rrënuar të mullirit të Hamollëve. Brenda ruhet ende hinka e drurit ku derdhe bereqeti mbi gurë të rëndë që bluanin aq mirë. Në mulli është një aneks që ka shërbyer si konak i vogël për mullxhiun. Në krye një oxhak e një vatër e shtruar me ploça. Mbi oxhak ishte kandili më vajguri e një fener i vogël me të cilin i Zoti kontrollonte natën vijën e ujit kur zihej nga gjethet e thara të dimrit. Aty në qoshat të vatrës një poçe me fasule e ndonjë kosk pastërma si ndahej vatrës e sofrës gjatë gjithë dimrit. Raki e kundës në një kamare të vogël ku mbaheshin takemet e kafes nuk mbaronte asnjëherë. E kur jashtë frynte veriu e binte borë, te ky konak i vogël ishte gjithmonë behar. Duke zbritur nga dardhishta, e cila kishte marrë këtë emër nga pylli me dardha tiranka që mbulonte Tiranën, shohim këto lagje e fiset e grumbulluara prej vitesh që dallojnë për harmoni e miqësi midis tyre. Kjo lagje që shohim tani është e fisit Veizi. Ecim më poshtë, rrugës e në krahun e majtë të saj shtrihet një pllaj e bukur e quajtur Gorica e Verës. E gjithë kjo lagje është e fisit më të madh të fshatit, e quajtur Hamolli. Megjithëse se janë larguar në breza, ata ruajnë ende miqësinë e harmoninë midis tyre. Këtu takojmë Xhaisan, një burr rreth 85 vjet, por i mbajtur mirë, i cili na fton për një kafe në shtëpinë e tij. E zhvillojmë këtë bisedë me të. Sa i vjetër fshati juaj, me sa mban mend ti? Ky ka qenë vetëm më dem fshati jon ka qenë. Në fshatin tuaj janë 4 fise, apo 5 fise? 5 a 6 janë fare. Amoll, ju jeni Amoll. Amoll jeni. Jeni vendas apo të ardhur nga një krahim tjetër? Baba e thoshte që kemi erdhur nga Mollë e Kuqe. Se ku është Mollë e Kuqe, nuk e di. Fjalë për plakut e kam. Para shumë vitesh domethënë. Po s'mbaj. 20 vjetë, 80 vjetë di plakutin.
Ofiset e tjera si Fraholli e tjera, nga kanë ardhur apo janë vendas? Nëse ke dëgjuar ti. Fraholli është vendas, kurse këta muçkat janë terrur nga ushteç. Vejzi dhe Pallenga? Vejzi ka qenë. Po këta Pallenga? E Pallenga ka qenë, këta dy kanë qenë. Me s'kam ndjerun, po se me mos të di, po këta dy kanë qenë. Vetëm muçka ka ardhur nga ushteça, e të tjerë kanë qenë. Fshati juaj si ka jetuar historikisht, me bujqësi apo blegtori apo të dyja bashkë? Ashtu e përzirë, blegtori edhe bujqësi ka qenë. Tjetër gjë s'ka pasur. Po më shumë kush ka qenë, kush dominonte bujqësia apo blegtoria? Bujqësia, blegtori nuk ishte shumë. Si ndjeni sot juve kur mbas këto vitet e fundit e kanë fjalë në raport me para 90-s, si ndjeshit si familjar? Si familja, po të pysh me të kaluar, ne jemi 3 fishin, 4 fishin fare. E di që si kemi jetuar. Sot kemi edhe me kësi, nuk them se janë të tëra të sakta, po që me të kaluar ne jemi mirë. Fshati juaj ka pasur stane që moti? Ka pasur. Alushi ka pasur. Hamdiu. Gjasefja. Sadiku. Që kishi ka sollet në Maltë. Më shumë të krushit me ke keni bërë zakonisht? Krushine kemi bërë pernisht, osnat, Podgorie, Blasë, kemi bërë. Tash i kaluam nga Katili, Matanë, Librazi. Gjajsa, në bazi viteve 90, kemi largime masive të fshatrave, dhe qyteteve, zonave të banuara. Për Beragozhin, sa ka nikur? Po një 20 familje ka nikur për Beragozhin. Janë shumë më si 20, janë gati 100 familje që ka nikur, po këthejnë për së jamë, po i bëjnë shpi. 100 familje ka nikur. Po thënë që ka nikur, pas ato vinë ato... Po ti ke 15 familje ke vetëm këtu në vllazërin tonë. Fshati është rregulluar në një çik pas viteve 90 në kuptimin e rrugëve, ndërtime të reja kështu. Të themi që jo, e thashe që parë që fshati jonë e sinata me ditë sot me atë të kaluar në sot. Se përpara s'kishte rrugë automobilistik. Mua kam i smur, makinë kam në porta, kam në hangar të brenda, tash kam portën aty. Bia hall pam. Sot kurse na ko donje. Një lav, ai të prisej gjuhën. Po, i fal për shprehjen lomotik tash i di. E Kurani nga fisja mollëve na shoqëron duke na thënë ollësira për njerëzit, zakonet, mikpritjen, jo vetëm për fisin e tij, por të gjithë fshatin. Shtëpit janë një edukaçe, të vjetra e të reja, të kompletuara brenda si kjo që shihni në ekran. Lem pas këtë lagje të madhe të amollëve dhe zbresëm në qendrën e vjetër të fshatit, aty pranë xhamisë, ku rinë njëra pas tjetrës 3 fise të vjetra që jetojnë në harmoni për më shumë se 200 vjetësh. Këto shtëpi që shohim tani janë të fisit Kuqo me rreth 10-12 familje. Këto 2-3 familje janë të fisit Pallenga. Pranë këtij fisi janë edhe 5-6 shtëpi që mbajnë mbi emrin Dumani. Pra të 3 këto fise nuk përbën më shumë se 20 familje në këtë vend banim të lashtë. E gjithë kjo lagje madhe në të dy anë të rrugës, këtu në qendër të fshatit, është e fisit të Muçkallarëve apo Muçka. Kjo është lagja e tretë për nga madhësia. Te kjo kthesë e fshatit, një rrugë e ngushtë e asfaltuar aty mbi këtë kodër të madhe, të mbuluar me pemë dhe drofërtor, të çon tek lagja e Frahollëve. E dyta për nga madhësia, pas asaj të Hamollëve. E veçanta e të 7 fiseve që formojnë këtë vend banim, është se të gjithë banorët thuhet se janë vendas, pra nuk janë të ardhur nga fshatrat të tjerë. Harmonia e miqësia midis tyre është e pranishme kudo. Ishte ka dhe më murta, ishte ka dhe më murta. Në fshat ushtroheshin edhe disa zeje. Ai prodhime të verbeve bujqësore si parmenda, qerre, samar e tjerë. Të njohur për këto mjeshtëri ishin Hamdi Amolli, Pelvan Veizi, Samit Veizi e Idajet Hamolli. Si usta për prodhimin e samarëve për kafshë të punës, njihej Asrit Hamolli, ndërsa tregtari i parë në fshat ka qenë Alush Ismaili.
Ju jeni familje me origjinë marangozësh, më sa di. Po. Baba juaj ka punuar I pari marangos tek në fshatin tuaj. Po. Ti vetë si e morë zanatin e marangozit? Unë gjithmonë e kam pasur më shumë nga nevoja që më ka lidhur. Edhe kam qenë një qik I mbretët, unë vetëm me të parë e bënje punën. Po më bëhet qefi që edhe djali ashtu e ka kapur. Sa vjet ke punuar vetë marangos ti? Unë kam punuar, po më them 30-40 vjetë. Me se e marrë kërësi, çfarë prodhonin duart tënde? Ja, këto, po me vegla, s'ka me makineri, me vegla dore, Po. për tërë, krejtësisht. Dofta ja që të specializuar si që bëjnë sot. Jo, po edhe ati të sosmit, po ti them unë me atë mjetë që e bënja unë, ai nuk e bën dot. Fshati tuaj prodhonte qerre, rrot qerre, shuar. Prodhonin. Ku ishin ato? Po për nevojat e fshatit. Për shitur poshtë në fushë, Jo. Ti vjet sa vjet punove vetë si marangosti në kooperativë? Në kooperativë, unë më shumë kam ndjekur privatizimin. Po. S'më ka pëlqyer aq kooperativa. Po. Për arsye se nuk mund t'i përballonje dot. Po punonje. Para ati që fitonje, ja dorëzonje kooperativës, kooperativa më kthente ditë e punës edhe kështu jam kaluar kohën. Punonje në shtëpi apo në... Edhe në shtëpi, edhe në përdyrë të binjen. Për fshatra kam qenë, që në lozhan mund ta fillosh në fshatra, terës bogjerinë këte, osnate, dërdushe, stërkanje. Tashi në të moshë punon apo jo? Jo, tashi. Tashi merre me punë të brezma, mbaj një dy lopë kam e vijnë vërdallë me to. Djali ku e mori zanatin? Djali pemeje ka marrë, se ka marrë. Djali ku punon tashi? Djali punon në Fatua. Janë dy punojnë në Fatua, një kam në Greqi edhe I specialist është. Ke qenë mullxhi? Mullxhi, po. Sa vjet ke punuar në mullin? Po, mullxhi kam punuar një 3-4 vjet, kështu ka. Jam edhe që nga 90 e kam filluar më përpara bile, se të prishe. Edhe unë fillova çanje themelit, më ta themelit që ishte në atë kohë, që ishte prishën. E kam ngritur gjën dyshemet. Më së fundi pasaj mori radha punë edhe fillova vazhdimisht e bera mullin, e ura në punë. Mullin e përndora një 4 vjet deri 2096. Pasaj u hyra këte nga Këshilli I Komunës. Kam hyrë 4 vjet në Këshillin e Komunës, që në 96 deri vitin 2000. Pasaj më spata kohas për mullia se kishe një shëndet jo të mirë. Me ujë, pasaj djemë të me ikni një këte një andes, edhe mbetje, bile me shprishur tani do t'i futem gjene ta ngre. Tash kam I mendin tjetër, mullinë do të bëj, po kam edhe një motor pomp. Motor pomp për të ngjitur ujët deri lart. Fshati mi prapambetur ne mund tjetë në Republikën mos ketë një pllem tokë ujë për të vaditur. Është jo mirë. I lem për pak çaste fiset e lagjet në harmoninë e tyre dhe I kthehemi luftës antifashiste nacionale shqiptare dhe kontributin që ka dhënë ky fshat në ato vite heroizmi. Familjet në gjendje më të mirë ekonomike ishin ato që furnizonin qetat e më vonë batalionet e brigadat partizane me veshje ushqime si hamolli, muçka, fraholli e tjera. Në formacionet partizane u rreshtuan këta partizanë: Zalo Zeqir Muçka, Skënder Maliq Hamolli, Neim Istref Hamolli, Qazim Sabri Hamolli, Selami Kajan Hamolli, Qemal Hysen Hamolli, Dylber Gjuladin Hamolli, Njazi Riza Hamolli, Xhevair Etem Fraolli, Ridvan Hamolli, Rami Muçka, Bari Rifat Muçka, Jaup Shebi Fraholli, Mehmet Veizi, Myrteza Gjuladin Muçka, Ramadan Hamolli, Zalo Veizi. Gjatë luftës antifashiste, nga fshati Dardas dhanë jetën për lirina dhe o 3 dëshmorë. Ata janë Rahman Beragozhdi apo Hamolli, Kadri Hamolli e Refik Hamolli. Rahman Hamolli është krijuesi I qetës partizane të zonës gjatë luftës nacional shqiptare. Duke ndjekur traditën adetarit familjes së tij, Rahmani ndjente një urrëtie të thellë ndaj poshtuesve fashist.
Shtëpia Hamdi Hamollit ishte vatre takimeve të luftarëve të lirisë. Atë hynte e dilte Kajo Karafili, heroi i popullit, motra të cilit ishte gruaja e Hamdiut dhe nëna e Rahmanit, si dhe shumë luftëtarë të tjerë që ishin ngritur në armën në dorë kundër poshtuesve fashist. Rahmani mori pjesë në lirimin e të burgosurve politik nga burgu i Korçës, më 22 maj të vitit 1944. Pas kësaj ngjarje, ai u rreshtua në brigadën e 15 sulmuese e me detyrën e zëvendës komandantit të batalionit të dytë partizan. Me këtë detyrë ai përshkroi tërë rrugën e luftës derisa ra dëshmor në fshatin Vidas të Elbasanit më 7 tetor të vitit 1944. Përsa i përket historikut të shkollës, nuk kemi të dhëna që në Beragosht të ketë patur shkollë shqipe pas asaj të Korçës të 7 marsit të vitit 1887, as pas shpalljes pavarësisë. Fakti vetëm është se në vitin 1945, në një dhomë brenda xhamisë hapet klasa e parë me 6 nxënës, dhe mësues ka qenë një djalë nga Devolli i quajtur Sami. Pas një viti hapet edhe klasa e dytë me një ndërtesë të vjetër pranë xhamisë, me mësuese nga Korça Jorgjie Tutuleka. Vite më vonë, shkolla plotësohet edhe me mësues nga fshati. Jemi në shkollën e re nëntëvjeçare dhe zhvillojmë këtë bisedë me drejtorin e shkollës, zotin Rushan Çela. Ju jeni drejtori i shkollës. Si është gjendja e shkollës suaj në të gjithë komponentët e saj? Në Dardhas tani është një godinë me banga, me karrike, me ambiente të cilat mund të zhvillohet mësimi normalisht. Aty ka dhe pajisje bashkëkohore, si salla e kompjuterave. Dhe në të njëjtën kohë bëhen përpjekje për pajisjen e shkollës me të gjithë bazën e materiale bashkëkohore. Nuk po bëhen fjalë këtu për harta apo për gjëra të tjera. Natyrisht më shumë do të bëhen në lidhje me laboratorët e kimisë dhe të fizikës. Mendoj që mësimi bëhet normalisht. Dhe ajo që është më kryesorja, në një shkollë me 140 nxënës me gjithë parashkollorët, ka një kolektiv mësuesish të profilizuar të gjithë. Aty ka 12 mësues tani, secili është me arsimin përkatës dhe secili ka një përvojë. Ka dhe 2 kopshte. Kopshi numër 1 dhe kopshi numër 2. Kështu që ne sot punojmë në shkollë me kushte normale. A keni informacion për historikun e shkollës së Dardasit? Duke qenë i profilit të historisë dhe gjeografisë, duke qenë dhe njeri interesuar për shumë vitesh punon në këtë sektor, nga hulumtimet që kemi bërë neve, nga ato dokumenta që mund të kemi kapur, rezulton se në Dardas ka patur shkollë që para periudhës të zogut, një njeri që është marrë me historikët, i quajtur Selami Kreka, na rezulton që në vitin 1908 ka patur një shkollë në Dardas, dhe kjo shkollë, në këtë shkollë ka shërbyer një mësues nga Strelca e Gorës. Kuptohet, koha ka qenë relative, ka qenë një kohë e shkurtër, e përkohshme, dhe pas kësaj një punë e mirëfillte është bërë në periudhën pas çlirimit. Në atë periudhë shkollë godin nuk kishte, por kishte një vend në xhami ku quhej Metep. Në fillim u nis puna me zhdukjen e analfabetizmit. Dhe nga të gjitha këto rezulton se ka patur mësues nga Korça, ka patur mësues edhe nga Starova, siç është e kemi premtuar edhe një herë tjetër, me emrin Rauf, dhe në të njëjtën kohë këtij Metepi u shoqërua pastaj që nga kjo u kalua në godinë përkatëse e ndërtuar nga shteti. Godina është edhe sot e kësaj dite, e asaj periudhe. Pavarësisht se nuk përdoret për shkollësh për tjetër gjë sot, dhe u hap shkollë fillore. Shkollë e mirëfillte 8 vjeçare në Beragosht është hapur në vitin 1969. Drejtoresha e parë e shkollës ka qenë një zonjë me emrin Roza Marko. Në këtë periudhë ka ardhur edhe nxënësit e Stropskës në Beragosht, rreth 3-4 vjet, pastaj u kalua, Stropska kaloi përsëri në Stropskë, u bë shkollë 8 vjeçare. Banorët e këtij janë njerëz arshëndashës. Sot aty ka një kontingjent nxënësish, por 90% e tyre shkojnë në shkollat e mesme, në Pogradec apo në shkolla të tjera.
Dhe 70% janë nga ata që shkojnë në shkollat e larta. Kjo do të thotë që ka qenë dhe vazhdon të jetë një fshat arsimdashës. Unë midis mësuesëve që kanë qenë aty, që ka dhe nga fshati, nuk mund të le pa përmendur mësuesin Rahim Muçka. E nisi karrierën si mësues dhe vazhdon, e mbylli, tani është në pension, e mbylli si mësues. Është njeri për të marrë në konsideratë, por ka dhe të tjerë që kanë qenë nga ky fshat. Sot Beragozhdi mund të numëroj rreth 100 kuadra të larta. Tani një pjesë e tyre nuk janë, kuptohet aty, janë kudo në Shqipëri, bile një pjesë e tyre dhe jashtë janë. Gjatë viteve në Dardas, kanë dhënë kontributin e tyre të vyer shumë mësues e mësuese. Duke u kërkuar ndjes që nuk mund t'i përmendim të gjithë, le të kujtojmë mësuesit Baram Koçoli, që punojnë në Dardas në vitet 60, Amerishen Ali Shkolli, Avni Pilinçi, Arife Kalami, Lutfi Muçka, Brahim Baçi, Avni Begolli, e shumë të tjerë, të cilët banorët e vjetër e të rinj të këtij fshati do t'i kujtojnë përgjithmonë me respekt e mirënjohje. Ndërsa si drejtues të shkollës Dardas, ndër vite le të përmendim Roza Marko, Astrid Topi, Julieta Peshkatari, Kadri Danglia, Nexhmi Muçka, Sejt Kalanxhi e Erushan Çela. Në 45-ën u hap shkolla e parë në Beragozhd? U hap. Ku ishte godina? Ku beshe mësimi? Se ishin atë të xhamisë, si i thonë se. Po, në Mejtep. Mejtep. Atje u hap për e të parë. Për e të parë. Po. Pastaj e çuan ne, pastaj më vonë çuan ne shtëpi e Malikit. Kush je mësues i parë në Beragozhd? I pari mësues. I pari mësues ishte Samiu? Samiu ishte. Ja ban mend emrin? Po ishte me një dorë kështu. Ishte Devolli, ë? Devolli. Po, mbi emrin sa ban mend? Jo. Mirë. Më pas kush erdhi mësues? Jorgjia e Korçarja. Jorgjia Korçari, pastaj erdhi një mësues Rahif e quanin. Vetë kur ke filluar punën ti? Mësues për e të parë. Për e të parë në 55 nga filluar. Në Beragozhd? Beragozhd. E ke filluar me klasë e parë atëherë? Unë kam qenë me 7 vjeçare edhe 2 klasë kolektive ishin. Kush je mësues tjetër veç teje? Sa mësues ishit kur ishe ti mësues? Ishte unë që një nga Starova, Xhedet Çekiçi. Po, me ata keni qenë bashkë? Bashkë. Ai ka qenë ai ku kam filluar unë mësim. Se ka qenë ai i Stropskës ai në Saipa si e gjuenë. Saipi ka Atë kam zëndësuar unë. Ne shëtisim së bashku në për lagjet e fshatit për të njohur më mirë me etnografinë e tij. Shtëpitë e vjetra e të reja janë të grumbulluara njëra pas tjetrës, sipas fiseve e vllazërive. Krahas shtëpive tradicionale, na bie në sy ndërtimet e reja me veranda të mëdha të mbuluara me vazolulesh, të suvatuara nga jashtë, me dritare të mëdha druri e vedrate, me kuzhina anekse e banja brenda të mobiluara me shij, të gjitha të ndërtuara pas viteve 90 të shekullit të kaluar. Shtëpitë e vjetra kanë qenë të ndërtuara me mure guri me 2 kate e 4 dhoma. Në katën e parë janë 2 dhoma e një korridor në mes. Njëra nga dhomat e katit të parë, në ato familje që kanë patur kushte më të mira ekonomike, shërbente si konak për miqt. A dhoma tjetër ishte për fëmijët dhe shërbente si kuzhinë për familjarët. Në katën e dytë ngjitej nëpërmjet shkallëve të ngushta e të pjerta të bërë me druahu.
Dy dhomat e ka të dytë ishin për zotin e shtëpisë dhe tjetra për djalin e madh të martuar. Gatimi i ushqimeve bëhej në një shef ngjitur me shtëpinë. Kishte familje që kishin edhe një aneks ku mbaheshin dardha, kajkushka, arra, moll, zahiret e dimrit e pastërmat. Të tillë kona kam pasur alush Hamolli, Pelivan Fraholli e muçkallarët. Aty pranë oborrit e pak më larg shtëpisë ishin ahurët e bagtive, mollarët e barit e plevicat për zahiret e dimrit. Veshjet popullore të burrave kanë qenë fustanellat e gjata me kinda, jelekët me ornamente dekorative dhe kapelat me dy cepa prej kadife, të zezë e qeleshe të bardha. Opingat e lëkurës me xhufka, çorapet e gjata plotësonin më së miri kostumin popullor të Gorës, ku bën pjesë dardhasi. Gatimet tradicionale kanë qenë byrekët, lakrort me dy petë të pjekur në qarep, fasulet, petat, tërhani, trushit, bulmeti, pekmezi i dardhës, pastërmat dhe nga mërsirët në festa e gëzime, lalja me kore. Le të kujtojmë ata burra që sot nuk jetojnë më, por që kanë lënë gjurmë me respekt e dashurie për brezin e sotshëm, për punën, edukatën, mikpritjen e tjera. Ata ishin Rahman Beragozhi, Hamdi Hamolli, Alush Ismaili, Avdullah Muçka, Arefat Muçka, Zenel Fraholli, Pelivan Veizi, Jonus Hamit Muçka, që ka qenë kryeplak në kohën e mbretërisë Zogut e të tjerë. Duke pirë një kafe me Xhajesan e Seladinin, i pyesën për krushit që bëheshin në fshat. Ata na thanë, çupat e fshatit tonë janë martuar prej vitesh në Stropskë, Çarravë, Podgorie e andej nga fusha. Nuset i merrim nga Podgoria, Osnati, Prenishti, Drdusha, Vërçuni e Mokra sipërme. Sot ka ndryshuar puna, ku nuk martohen në Tiranë, Evropë deri në Amerikë. Po kujtojmë edhe 4 persona të viteve të para pasqyrimit që për atë kohë ishin personazhe me rëndësi e të njohur për fshatin. Ata ishin 2 zonja të nderuara nga ofisi i Amollëve, të quajtur Hamide dhe Lude, që bëni punën me fisnike, atë të mamisë. Vërtet pa shkollë, por që në krahët e tyre kanë pritur me 10 fëmijë që sot janë bërë prindër e gjyshër. Ky burr që shihni në fotografi është i pari fermier që shkeli në fshat në ato vite. Ai quhej Hamdi Maksuti. Fshatarët e quani doktor, se i bënte të gjitha shërbimet mjekësore, si vizita, mjekime, plagësh, bënte gjithpera për çdo urgjencë, ditën apo natën, shoqëronte të smurt po Gradec apo Korç. Ai sot ka ndruar jetë, por të moshuar që kanë njohur edhe sot e kujtojnë me shumë respekt. Në ato vite bëi i njohur edhe Kovaçi. Ai ishte i ardhur nga larg, quhej Tefik Kovaçi. Kaliste kazma, lopata, plore, spata. Plejt që mbajnë mend, ustan thonë, së pata që zinte me dorë Kovaçi, te kjo kasole vjetër aty pranë xhamisë, prisin edhe gozhde, jo me drutë dushkut. Fshati nuk mund të kuptohet pa artist popullor. Në vitet 50-60, instrumenti më popullor ka qenë gajdja, që përdori gjarësisht në festa e gëzime familjare. I pari gajdexhi në ato vite, që sot nuk jeton më, ka qenë Nazmi Hamolli. Ecim rrugës së fshatit për të njohur me gajdexhiun tjetër. Krejt pa pritur pranë këtij gardhi takojmë Resmi Hamollin. Burr gazmor, rreth 70 vjetave, e zhvillojmë këtë bisedë të shkurtër me të. Po, kam qenë. I kam vërën gajde. Kush ka qenë para teje? Para me ka qenë Kurani. E ka gajden akoma. Një moshuar janë këta 29 janë nga Lindja. Gajdet kush i bente? I bënit vetë apo i bini gjikondi? Ne i blinin në korçë, i bëne i 5 boq. 5 boqi. Edhe babaj më ka marrë 3.000 lekë në atë kohë. Cilat melodi ishin më të preferuar për fshatin ku vitin për dasma? Po për fshatin e ishin shumë
të mira melodit. Për shkak bile dasma me ngajde i bënim ne. Përpara po ishte dasma ma. Jo si sot s'merret. Ti këndonje vetë? Edhe këndonje. Kush e këndon në fshatin tuaj veçteje? Po kanë kënduar Gjelali Pelivanit. Sa vit ke punuar me gajde, me instrumentin që ke punuar? Me instrumentin kam punuar në një 15 vjeta. Kush shoqëronte me gajde? Kishte dajre kisht apo jo? Vetëm gajde në përdasmë? Po gajde fisarmonika kishim. Më vonë doli fisarmonika, gajde ka qenë e para. Gajde. Kush ishin këngët më të preferuar për ju në atë kohë? Kishim i këngë mora ta të pjetën Lumin Ljubovës. E mbal mend melodinë çike? Në rëmbër çapkeni hunazën pedorës. Po. E mbal mend melodinë? Si se mbaj mend melodinë? Ja marrë bashkë një. Ja marrë. Merë ti pari se më e marathon. Moj mora ta të pjetën moj rumite jamane Lumite jo moj Ljubovës dhe do më rëmbeu çapkeni moj hunazën amane hunazën o moj pedorë. Kjo është nga këngët preferuar, a? Kjo është më këngën preferuar, hunazën pedorë të dorës të djathtë të gishtit vogël, i thonë. Këndonin, tash s'ka shok që të s'ka mbetur. Andaj vetëm shtëpia ime është, hajde vëm pimi kafe tash. Këta të rinë të këndojnë të rinë, të djalit të këndon? Popullor apo jo? Po që ne këndon, i madhi këndon, po këta të tjerë kanë harruar fare. Kanë harruar fare të këtë seri, gjunash. Këta tralala janë. Gjunash. Vite më vonë, djaloshi i quajtur Xhevair Hamolli sjell fizharmonikën e parë që boqiste në Vatrën e Kulturës. Po në fejesa e dasma, duheshin këngëtarë valltar që me zërat e vallet e tyre lezetonin konakët e oborret ku prisnin apo përcillnin nuset që vinin apo largoheshin nga fshati. Këngëtarë popullorë kanë qenë Qamil e Xhevat Hamolli, Qemal Muçka, Xhelal Veizi e Mitat Hamolli. Këngët e preferuara të tyre ishin Të djel ora mtetë, O ju male me dëborë, Behari po vjen, dimri po kalon, Hamide të erdha të zgjova nga gjumi, vallet ishin ato me motive gorare dhe volliqe. Në vitet 60 i krijua kooperativa bujqësore. Pra atë periudhë takojmë një burr rreth 80-tave që na tha këto fjalë duke qeshur në mostaqe. Do të flas pak e të më dëgjoni shumë. Kishim bagëti, por jo bulmet, me toka e pa bereqet, me dhënë dhi e pa mish në shtëpi. 40 lekë ndani për ditë pune. Si harroj ato radhët e gjata kur prisim për një pikë qumësh për orë të tëra. Me mishin piqeshim 2-3 herë në vit. Apo kur do një karë rëzoj nga grenda, sa për pas tërmar, ja kishim marruar emrin. U mendua pak dhe tha, doni më të tjera, shmi kujtoni atë kohër djema, dhe u largua dal nga dal. Bas viteve në të 10 ndryshime të fshatit tonë janë shumë të mëdha. Unë jam edhe plak tash, po i di mirë, janë pa llogaritshme në të gjitha drejtimet. Unë vëmet edhe krizat, mbashërimit, vuajtjet, sakrificat e popullit. Në Belagosh nuk siguroshe as bukë, as gjë. Fat ke gjë pastaj kolektivizimi që e shkatërroj. E shkatërroj fare. Po, ti ke punuar në minierë. Sa banorë, sa punëtor nga Berakoshi punonin në minierë, apërsisht? Gati 80% të familjeve kishin nga 1 nga 2 në minierë. Punëtor në minierë. Po. Do të ti mendon se janë mbi 100 punëtor nga Darë. S'mu të them me saktësi, po më shumë Berakoshi kishte me që ishte Dardhasi, e kishte afër, dhe një fshat shumë i rënduar, kinonin buk negojësat e me puk. Mas në të 10-ës, në çdo degë, në çdo fushë të jetës, ndryshimet janë shumë të mëdha. Në bujqësi, infrastruktura, rrugët, arsimi, të gjitha një ndryshim, si të them unë, që ne nuk e parashikomi.
Mendoni që ka ardhur koha, ndoshta ata që kanë mundësinë materiale të rikthehen fshatit? Unë e kam hop fshatin. Bile, më kam e vretë të djalit që s'vjen në qytet papa. Unë jo jam në punës në fshat dhe është shumë e mundshme. Edhe shteti një përgjegjësi më shumë duhet të ketë në zonat urale. Po në Beragosh këtu ka patur që më e mentunë 3.000 kokë bakti. Po e them me përgjegjësi këto. Lopë çdo shtëpi pa kolektivizuare. Po Beragoshi ka patur resursa, si thonë, dhe ka shumë të mirë. Beragoshi ka një klimë shumë të mirë për blektorinë. Ka dhe fakte që po të punohet, shtojnë të ardhurat, rritet ekonomia familjare, ta shikot e fundit, e ka kuptuar më drejt bashkëtarët e mi, se vetëm përmjet punës zgjidhen problemet. Duhet të kenë një vullnet dhe çdo shtëpi si një shtet i fuqishëm që këtu fillon. Edhe çdo familje të ketë strategjinë e saj. Unë Beragoshtarët e kanë në traditë frutikulturën. Është një fakt i pamohshëm, dhe unë si familje që baba i tem ka qenë një specialist shumë i mirëfillt i shërtimit të peve. Dhe unë, që vitin e parë të dytë, fillova të mendoj për të bërë një parcellë. Dhe arrita qëllimit, që sot kam prodhime shumë të mira. Kaloj 100 kuntal, si vetë që një mot shumë i keq, megjithatë unë, mbi 135 pa eshtuare, pa baksuar, kuntal mollë, ashtu dardhë, 2 lloj varietete, i mora. Unë kam folu shumë shokëve këtu, ushtrime, dhe kam filluar të venë mjaft të mba. Je i kënaqur me punën? Shumë i kënaqur. Dhe jam shumë optimist, me që moshës kam që i bëj. Edhe bilobi thirrje djemve të vinë, se të t'i gostit e të t'i kënaq më mirë se në Itali. Ju faleminderit. Ju faleminderit juve, shumë faleminderit. Zotë Roshan, ju keni qenë edhe kryetari kësaj komune për 4 vite me radhë. Sipas jush, çfarë ndryshimesh kanë ndodhur në fshatin Dardhas pas viteve 90? Me gjithë lëvizjet e mëdha demografike që kanë ndodhur, sot ky fshat numëron mbi 1000 banor. Dhe kjo ka lidhje me atë që njerëzit jo janë thjesht autoktonë dhe e duan në fshatin, por janë edhe një fshat punëtor. Në këto 20 vjet janë bërë ndryshime të mëdha. Ndryshime të cilat kanë lidhje me mënyrën e jetesës. Nuk është braktisur fshati si që janë braktisur shumë fshatat të tjera të zonës, për arsye se janë të lidhura resurset me dëshirën për të punuar aty. Dhe nuk e shtoj as pak po them se janë patriotë. Kanë ikur një pjesë, po të kenë 1000 ca banor, një fshat malor, nuk është pak. Përveç të tjera, në këto 20 vjet, ajo që është me kryesorja, është bërë rruga kryesore, që nga qafa e Ploçës deri në miniera Dardhas, me një vlerë për 560 milion lekë të vjetra, e cila është me parametra bashkëkohor. Aty është bërë qendër shëndetësore, janë bërë konstruksioni i rrugëve në lagjen Frahulli, në lagjen mbi zyrat e komunës, lagjen Hamolli, në lagjen Veizi, është bërë një shkollë, siç e thash, të cilën e patë edhe vete, shumë e mirë. Po nuk është vetëm kjo. Aty janë bërë dhe investimet e natyrës tjetër. Për shembull, janë subvencionuar bujqësia dhe blegtoria. Sot aty ka njerëz që banorë që merren me pemtarinë, sepse vetë fshati Dardhas e ka marrë nga origjina e një peme që është e veçantë, është Dardha, që është shtrirë në stil të gjerë në atë periudhë. Po edhe sot ka shenja të kësaj natyre. Për shembull, është një banor aty me emrin Fuat Hamolli, është një tjetër me emrin Zylfia Hamolli. Ata kanë vërtet një pemtari të re, për 10-12 vjetës, dhe marrin sot me 150 kuntal Dardha.
Tjetër gjë, po kështu pemtaria e qershive që është në pjesën mbi zyrat e komunës lart me subvencionimin e shtetit, është bërë që ato janë në vitet e 4 të 5 dhe është bëhet gati të filloj prodhimi. Përveç kësaj, edhe blegtoria ka kushte shumë të mira për të rritur. Jo të gjithë kanë blegtorinë që duhet, por ka një njeri tjetër, një banor që është me emrin Razmi Muçka, i cili ka një numër të konsiderueshëm baktish. Po dhe të tjerë banor kanë nga kjo. Një sektor tjetër ku përsëri ka arsye ta përmendim neve këtu, edhe që në këto 20 vjet ka një ndryshim të madh është pylltaria, që do të thotë aty ka një shifër të konsiderueshëm hektarë me pyje. Dhe në këto 20 vjet me subvencionimin e shtetit, edhe në periudhën që ishim ne dhe shteti ka subvencionuar për pastrimin e këtyre pyjeve dhe ato janë duke u ripërtërire, sepse është një mënyrë jetese për vetë këta banorë. Aktualisht pyjet janë në përdorim, nuk janë në pronësi, por janë një resurs i madh për këta banorë, të cilët nesër gradualisht do kalojnë në pronësi, edhe do të jetë një tjetër mënyrë jetese për këta banorë. Ju faleminderit të punë të mbarë. Asgjë, ju lutem. Ky është jati së gjyshit. Po dhe jati së Së gjyshit, po. qazimi. Ky është qazimi. Ajo ka qenë dhoma që tashun ta përshkruaj dhe i tëra me drua që ishte komplete këtë vendin me këtë vendin kështu. Besoj se kanë mbetur Me konak, me oxhak, me kështu me sofër për qimoti. me sofër qimoti, po me sofër të instaluar, të printe në mes ajo sofër. Po. Dhe konaku i bën me tavane me kështu gëdhendi druri me Po, me musendra druri. me të gjitha. Oxhaku që e madh aty? Oxhaku që e madh oxhak. Aty prisin miqtë. Ka dy po. Ishte konaku i miqve domethënë aty. Konaku i miqve dhe kurrin tek ky. Ende vetë. E qartë. Dhe konaku poshtë ishte që rrin këto poshtë, ka dy katëshe. Po. Ato po që gatuani poshtë, do me gatimin. Dhe atë kishte musendra si prapë jo. Musendra dhe ishin gjithë. Me musendra si pra. Me musendra poshtë, me musendra la. Ashtu kanë edhe shtëpitë mia. Si ka zakon gora, do të shkojë. Musendra dhe hamam. Që hamam, a di hamam po. Ta më shtëpi Zengjinit domethënë ta quajmë. Jo se kishte konak kuptohet. Ti ke dëgjuar gjë nga plejt për origjinën e fisit tuaj amalli në vend ose po të ardhur nga diku? Me çka dëgjuar? Kam dëgjuar, por nuk Po atë thoshin ju keni ardhur nga Dangullia, thoshte, nuk sa është e vërtetë. nuk besoj. Brenda fisit të amallit, më sa pyeta ditën, nuk bëni krushie ende ju domethënë fisi amallit. I mesi i larguar si breza. Është e vërtetë kjo? Jemi larguar për kushia. Jo krushia, akoma brenda amallve. Pra ruan ende atë genin amallve ata. Ju keni investuar në fshatin Beragosht me një parcel dardash me sa di unë. Kush interesit tuaj këtij investimi dhe a e vlen të investohet? Po unë mendoj se ja vlen të investohet dhe prandaj edhe kam investuar domethënë. Dhe në si nxitje ka shërbyer faktikisht edhe projektet e qeverisë kanë bërë për zhvillimin e bujqësisë dhe për komunën e Dardasit dhe të Çarravës. Projektet kanë qenë për zhvillimin e pemtarisë. Duke nisur nga këto studimet të qeverisë, dhe unë plus të morëm dhe subvencion nga shteti në fillim e kësaj pune. Dhe mendova që të investoj në fshatin në pemtari. Së mos në Dardhas, me që edhe fshati me ka emrin Dardhas. Edhe Dardha është me përshtatshme si frut, domethënë për klimën e Dardhasit, duke pasur parasysh lartësinë nga niveli i detit e të gjitha. Edhe kushtet klimatike domethënë të zhvillimit të pemtarisë. Unë kam mbjellë rreth 2.3 hektar, Po, do me 23 lym. Dhe gati bën nga 1200 rrejnë Dardha. Kjo është
është si thua është zbatuar në përputhje me projektin e bërë nga Drejtoria e Bujqësisë, me agronomi përkatës me gjithë atë. Dhe është ndikur po ajo dëmsibime, me plus edhe në shartesa është zgjedhur po nga Drejtoria e Bujqësisë. Është bërë në shartesa me Goricë, janë në vitin e 3. Kur hynë prodhim ato? Ato hynë duan edhe 2 vjet që të futen në prodhim, fillojnë prodhimin. Dhe do më shruajtur varieteti tradicional i dardasit. Darda tiranka apo jo? Është tiranka dhe trushink quhen këta. Edhe kajkushk. Është një pjesë. Është tipike e zonës tuaj kjo? Po, është tipike e zonës tonë. Edhe me qëllimin për të domosht edhe parcelat është parcelizuar në një zonë ambientale domosht të pastër. Një shembull i traditës zetarisë të fshatit Dardas janë vazhdimi i tyre nga bitë e këtij fshati në ditët e sotme. Në kushtet e reja që u krijuan mbas vendosjes së demokracisë dhe lirisë së tregut, këto zeje janë gjallëruar në formën e prodhimit industrial me llojshmëri dhe cilësi që i përgjigjen kërkesave të tregut të sotëm. Ja shikoni këtë impiant të prodhimit të mobileve të ngritur këtu në qendër të fshatit Dardas. Ajo është pronë e zotit Dashamir Muçka dhe për të bërë një investim të rëndësishëm të këtij fshati. Po këtu në katrin e dytë, ky lokal i bukur që i shërben gjithë banorëve në das magazime familjare. Udhëtojmë drejt fshatit Gurrës, ku një tjetër ndërmarrje për prodhim mobiljesh metalike druri është ngritur dhe drejtohet nga djali i këtij fshati, inxhinier Fatmir Hamolli. Traditën familjar të zetarisë, si dhe falarësimimit të tij si inxhinier, ai arriti të realizojë duke ngritur një punishte moderne që prodhon mobile metalike druri, pajisje e shërbimi e zyrash sipas standardeve të kohës. Një ndërmarrje që shënon 15 vjet përvojë dhe që është arritur e zgjeruar vit pas viti. Karike, tavolina, koltuk të modeleve nga më të ndryshmet janë disa nga produktet e kësaj ndërmarrje që tregu i kërkon në të gjithë anët e vendit, si dhe jashtë vendit. Përvoja tashmë jo e pakët i ka mësuar inxhinierit dhe bashkëpunëtorëve të tij se ajo që bën sot të jesh konkurrent në treg është vetëm cilësia dhe pikërisht këtu janë përqendruar përpjekjet edhe energjitë e tij, duke dhënë ndërmarrjes një emër të denjë në treg. Mund përmendim këtu edhe faktin domethënë se disa nga mjeshtrit më të mirë të këtyre prodhimeve në këtë ndërmarrje janë djem nga fshati Dardas që vazhdojnë këtu traditën e prindërve të tyre. Ndërsa largohemi nga fshati i bukur me emrin Dardas, marrim me vete përshtypje e mbresa të gjalla nga jeta dhe puna e banorëve të tij. Ky fshat malor ka shenja të pamohueshme të ringjalljes. Ashtu dal ngadalë për më hap të sigurt e besim, të cilin banorëve ju a jep toka vatra e tyre që i thërret. Ata që para disa vjetëve me prishjen e sistemit kooperativist u larguan me shpresa të mëdha larg në përqytete deri në mërgim në vende fqinje, panë dhe u bindën se tokën e tyre nuk e zëvendëson asgjë, dhe as të mirët e saj që do të vinë vetëm përmes punës. Dhe ata po kthehen vit pas viti, rregullojnë dhe ndërtojnë shtëpi të reja, nisën të kujdesen për tokën e bagatinë me një mentalitet të ri e synime të reja. Tashmë ata punojnë për vete dhe për familjet e tyre, dhe puna ju ka duke bereqet. Rrugët, infrastruktura dhe çdo gjë tjetër e mirë realizuar këto vitet e fundit
U shërben më së miri për një jetë më të mirë, për të lidhur me tregun e për të fituar nga puna dhe djersa e tyre. Shembuj të shumtë të një pune dhe ecje të sigurt në këtë rrugë, siç dhe ju treguam në këtë rrugëtim të shkurtër, ka dhe do të ketë edhe më shumë. Dhe atëherë fshati Darës do prodhoj më shumë dardha e mollë, grur e misër, mishe bulmet e çdo gjë tjetër të mirë që ka pasur në shekuj, dhe banorët e tij do të jenë ashtu si nga mot, të nderuar me dinjitet e pasuri, me besë dashuri, me besim e shpresa të mëdha për ta.